Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes sërish nga studia qendrore këtu në Dritare Televizion. Unë jam Mikele Kallandxhiu dhe ditën e sotme në intervistën e ditës do të kem të ftuar Mirela Jorgon, të cilën e përshëndes në këtë moment dhe falenderoj që ka pranuar ftesën për të mbërritur në studion time këtu në Dritare Televizion. Faleminderit dhe juve për ftesën. Ditën e sotme, Mirela, ne do të ndalim tek një postim që keni bërë ju së fundmi në rrjetin tuaj Facebook social për dosjen e Epsteinit, të cilit ju e quajni një skandal të madh universal. Çfarë bën këtë çështje sipas jush më të rëndë nga çdo skandal tjetër global? Unë kam folur këto ditë, në fakt, kam folur shpeshherë në rrjetet e mia sociale, kam folur edhe në disa studio televizive dhe ashtu si gjithë njerëzimi, ne jemi të shokuar nga kjo ngjarje. Janë gati 3 milion faqe, 2000 video dhe rreth 1800 a 2800 imazhe, fotografi të cilat janë marrë nga 40 personalitetet më të fuqishme të botës, të politikës ndërkombëtare, që janë biznesmen, bankier, politikan, apo edhe të fushës së artit dhe kinematografisë botërore. Problemi është që në momentin që jo se njerëzit nuk e njihnin dhe nuk e dinin që kjo gjë ndodhte në Rogoz, në këto ambiente ose mjediset e errta të politikës së botës, por në momentin që këto dalin hapur, gjithë bota i ka syt dhe shikon se nga çfarë lobi ose çfarë lloj njerëzish jemi udhëhequr për kaq e kaq vite në ato vende të cilat ne i quanim vende perëndimore dhe kishim atë si të thuash, atë bindjen e fortë të atyre koncepteve kaq të shenjta që ishin familja, prona, ishin gjëra shumë të shenjta që parashikoheshin ose ishin në atë kushtetutën perëndimore. Ne vërtet përmbysëm sistemin diktatorial pas 90-s dhe shpresuam të hapeshim me botën në sensin që të ishim më të integruar, më të civilizuar, më të zhvilluar, më të emancipuar, sepse e dashuronim shumë këtë ide. Dhe pas 34 vitesh bota ndodhet përballë një skandali, dhe nuk mund t'i them skandal sepse skandalet zakonisht plasin edhe humbasin, por ky është një tërmet i fuqishëm në atë çfarë ndodh në politikën ndërkombëtare, sepse janë ngjarje shumë të rënda dhe bëhet fjalë për sekte të tilla satanike, ku bëhen kurban fëmijë dhe nuk bëhet fjalë vetëm për të rinjë të reja që janë nën moshë, por janë fëmijë të cilët janë rrëmbyer apo janë mashtruar, janë marrë, janë bërë kurban për disa ide ose si thon pjesë të riteve shumë të errta, dhe këto janë servirur si diçka normale nga i grup që pretendohet të artikulohet në këto materiale, dhe që janë në shkëmbim të pushtetit dhe në shkëmbim të përjetësisë në pushtet. Dhe këto rrite kaq të forta satanike të bën të mendosh se bota që nga udhëhequr nga një sekt satanik, se këto bëhet fjalë që këtu janë bërë shantazhe shumë të fuqishme atyre që janë kryetar shtetesh në botë, dhe sigurisht që kupton këta kanë diktuar dhe vetë politika ndërkombëtare ndërmjet shteteve, përderisa janë iniciuar dhe janë mbajtur si presione ndaj këtyre zgjedhësve. Dhe ajo që është më e rënda është fakti që a duhet vëmë në pikpyetjen e këto parimet e demokracisë, mënyrën se si janë zgjedhur këta njerëz nga popujt? A kanë patur suport, apo kanë ardhur nga politika rasti, apo janë vërtet të përgatitur prej kohësh për të ardhur në krye të popujve ose në krye të qeverive që sot i komandojnë? Prandaj them se është një bombë atomike në pjesën e perceptimit se si e shohim ne demokracinë, si e shohim ne civilizimin perëndimor, si e shohim ne vlerat dhe moralin. Prandaj unë e bëra atë status dhe s'jam e vetmja sigurisht. Kam qendër të para që kam reaguar, por reagimet këto 2 ditë e fundit kanë qenë të fuqishme nga të gjithë që e kanë parë në të gjitha rrjetet sociale. E qartë, kur e keni marrë të informacion, si jeni ndjer ju personalisht që e bë dhe publike më pas, keni qenë një ndër të para që keni publikuar?
si të gjithë, sidomos gazetarët për shembull janë të interesuar të dinë se çfarë. Në fakt unë kam qenë e informuar para, mund të them diku nga 2020-a. Këto lloj, domethënë para pandemisë. Po, para pandemisë, edhe pse më vinin këto materiale shpeshherë në inbox tek rrjetet e mia sociale, edhe nuk i besoja ndonjëherë, shpesh i thoshja ndoshta janë teori konspirative. Kisha disa miq që mi dërgonin dhe thoshtin shiko, bota nuk është ashtu si e perceptoni ju, bota ka gjëra të nëndeshme. Por i kaloja, pastaj kur plasi pandemia, unë kam qëndër të që isha shumë mosbesuese për deklaratat që jepeshin në lidhje me virusin, apo dhe pjesën e vaksinimit. Dhe shpeshherë thosha që diçka ka në gjithë të situatë. Ngrija shpeshherë zërin, shkruaja në rrjetet e mia sociale, dhe me kalimin e kohës fillova dhe krijoja një bindje tjetër në mënyrën se si organizohet ose se si funksionon politika në botë. Aq më tepër që të paktën në Shqipëri gjithë diplomatët që vinë në Shqipëri në pjesën tërmuese të rasteve ti shikosh, ata kanë një histori roz nga pas. Sa herë që vinë në Shqipëri ata ikin, unë nuk kam parë ndonjë diplomat që të ketë ikur i varfër thjesht me rrogë nga Shqipëria. Kanë ikur gjithë me valixhe plot. Dhe rastet ka patur dhe raste, ndoshta ti e i ri unë në ato vite që kam qenë në Tiranë, bëhet fjalë diku nga vitet 98, ka qenë ish ambasadori i asaj kohe të Shteteve Bashkuara të Amerikës, ka patur një vdekje misterioze që thonë vdiq nga zemra, por fjalët në opinionin publik ka qenë me vajzat të showbizit. Kështu që ata shpeshherë i shohim diplomatët në festa të organizuara nga grupe të saktuar të pushtetit, të gjitha qeverive, nuk po flas, po përgjithsisht diplomatët kur kanë ardhur këtu, dhe ajo që është më që t'i ngëllon një çik cinike është fakti që ne pas 90-s i kemi parë të huajt dhe diplomatët që vinin në Shqipëri i kemi parë me figurën e Zotit ose i kemi vlerësuar më tepër se ç'duhet. Çdo i huaj që vinte në Shqipëri ne shikonim si idhull. Dhe ato cilësi kaq pozitive që ka patur shqiptari te mikpritja, tek ajo sinqeriteti, te bujaria, gjithçka ne përpiqeshim ti reflektonim te të huaj dhe ishim në drejtën tonë dhe ishim vërtet popull mikpritës, ishim vend mikpritës dhe nuk i dinim shpeshherë te këta të huaj që vinin e hynin e dilin në Shqipëri si han pa porta, nuk e kuptonim se çfarë situatash mund të sillin. Unë e kam thënë diku tjetër që në ato vite pas 90-s kanë qenë grupe kishtare që vinin nga këta të besimtarve që hapnin kisha këtu, kisha atje, kanë qenë nga këta që ishin të predikimeve fetare, po organizonin festa me fëmijët, organizonin kampe verore. Unë për veten time fëmijët e mi nuk i kam çuar asnjëherë kur i kisha të vegjël për këto kampe verore, se kam qenë gjithmonë skeptike. Ishte një ndjesi e nënës ose e prindit që diçka nuk më pëlqente. Ishte një lloj energjie brendshme që unë kuptoja më ngacmonte dhe nuk kisha besim te këta. Shpeshherë shikonim këto programe që vinin ose këto projekte që vinin për gjimnazistë ose adoleshente që merrnin projekte dhe merrnin si grup eksperience në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në për këto familje që i adoptonin për një periudhë, në thonë se adoptonin, po që përshtateshin i shpërndanin këto familjet amerikane për 1 vit ose 2 vjet si një formë eksperience që mund të merrni për mësimin e gjuhës apo për një punë të thjeshtë. Unë gjithnjë kam qenë skeptike dhe më thosha. Le të për shikuesit që na ndjekin në këto momente si le të themi një tip Erasmusi që bëhet aktualisht. Po, tip Erasmus. Dhe gjithnjë u thosha ndonjë mikeshës sime që niste fëmijën e vet dhe i thosha si ka mundësi kaq besim ti ta nisësh fëmijën në fund botës edhe ta çosh në një familje që as e njeh se kush është, çfarë historie ka kjo dhe kush e cakton që vajza jote duhet të shkojë te kjo familje. Domethënë kanë qenë disa pikpyetje të mia që shpeshherë ja bëja vetes, por të paktën te fëmijët e mi, te djemtë e mi nuk e kam aplikuar asnjëherë. Kam qenë vërtet skeptike. Pra këto pikpyetje si përfundim e morën përgjigjen? Me këtë që ndodhi po. Jo këtë, po ne po kuptojmë që në politik nuk je asnjëherë i rastishëm. Asnjëherë. Domethënë ata prap duhet dalë jo pak figura të politikës i kanë gjurmuar që në këto konkurse që bëheshin ndërmjet gjimnazeve i merrnin, i shkollonin, i çonin në shkolla
që ata mendonin se mund të ishin vërtet individ të cilë mund të shërbenin nesër në një qeveri të ardhshme, i formonin si njerëz me atë bot kuptimi dhe perceptimi që mendonin ata se duhet ishin dhe i katapultonin në politikë. I katapultonin me mënyra nga më të ndryshme. Unë shpeshherë them, popujt votojnë, por nuk zgjedhin. E kam patur këtë koncept. Gjithnjë, unë s'kam besuar asnjëherë te sistemi zgjedhor. Jo, nuk flas vetëm për vendin tonë, por përgjithsisht. Domethënë, po të shikosh me këtë skandal që kanë me këtë ngjarje kaq të rëndë që ka ndodhur me Jeffrey Epstein, që ka tronditur botën, kupton fare mirë që në krye të qeverive janë njerëz të cilët patjetër që janë kurban i disa shantazheve të cilët i përdorin për të diktuar politika ndërkombëtare ndërmjet shteteve midis njëri tjetrit. Ju gjithashtu shkruani se Epsteini është një mjet i shtetit të thellë për shantazhimin e elitave. A e mbështetni këtë tezë juridike apo si analizë politike? Si analizë politike po, ndërsa për pjesën juridike ende nuk dim se sa provat i qarta janë, sepse aty janë parë ish president të Shtetet Bashkuara të Amerikës, që nga Bill Clinton, që nga Donald Trump, por ende nuk dihen kush janë provat më të thella, se vërtet aty mund të ketë fotografi në evente të tilla, por prova të tilla juridike ende nuk e dim, por nga ana morale duhet të kuptojmë. Thash, aty ka figura të rëndësishme të politikës, pushtetit, por edhe të biznesit. Mos harrojmë që aty janë njerëz të cilët me peshë të madhe ekonomike, janë njerëz me peshë të madhe të bankave që janë regjistruar në këtë lloj materialesh, por ai që më bën përshtypje në këtë lloj materialesh është fakti që sistemi drejtësisë ose prokuroria që është marrë me gjithë këtë lloj materiali të Jeffrey Epstein ka redaktuar emrat e këtyre personave që quhen persona elitar të elitës botërore, por ka lënë ata justifikoj si gabim njerëzor të atyre viktimave që dalin emrat e ekspozuar, që është një nuk di çfarë etike, çfarë emri t'i vë gjithë kësaj, po mendoj se nuk është normale që emrat e viktimave të ekspozohen, sepse aty janë ekspozuar jo vetëm emrat, por janë ekspozuar pjesë të llogarive të tyre bankare, ka patur disa element të identifikimit të tyre dhe mendoj se nuk ka qenë kaq gabim të gabojnë kaq thellë dhe të lënë të mos redaktojnë emrat e këtyre viktimave të cilat kanë qenë pjesë e këtyre riteve satanike. Sipas jush, Mirela, a ishte Epstein thjesht një trafik apo një hallkë e vetëdijshme në një mekanizëm pushteti? Shiko, Jeffrey Epstein nuk mendoj se ka të bëjë me individin, po është një ingranazh shumë i fuqishëm i asaj botet e errët që ne i themi elita. Domethënë elitat e botës aty kupton fare mirë se si funksionojnë, si është ingranazhi i funksionimit të tyre dhe kupton se çfarë anë të errët kanë. E gjithë kjo situatë ndonjëherë njerëzit kuptojnë më së miri dhe thonë, ambos vallë ishim më mirë kur ishim më keq. Të paktën ti je djalë i ri, po unë e kam jetuar dhe epokën para 90-s dhe kam parë shumë mirë që ne këto gjëra shpeshherë i shikonin nëpër filma. Dhe as na shkonte në mendje se ishte kjo botë e errët e perëndimit. Asnjëherë nuk na shkonte, biles kanë qenë disa filma që brezi imi mbante mend. Jo, ishin filma të rënd për filma italian që kur i shikonim që mblidheshim në mbrëmje, dhe shikonim në televizor dhe thoshtim do zoti shqyqy që s'ndodhin tek ne këto gjëra, edhe kishim një lloj paqe, të paktën paqe shpirtërore që e reflektonim në familje dhe nuk i kishim këto lloj, ndërsa sot është tronditur gjithçka, ne sot jemi të pasigurt nga asgjë. Domethënë ne jetojmë në një botë jemi të pasigurt për veten tonë, për fëmijët tanë, për për familjarët tanë, vete, flas për fëmijët tanë që nuk e dim në çfarë situate dhe në çfarë realiteti jetojmë, në çfarë mjedisi jetojmë, dhe kjo është e rëndë. Dashur Mirela, kam një pyetje në këto momente, a mundet të ketë qenë kjo një ndër arsyet kryesore përse para viteve 90 kur ishte regjimi komunist ne ishim të mbyllur? Shiko, te komentet, jo do ta them këtë, sepse shpeshherë kur kanë folur hapur, unë jam shumë e drejtë për drejtë në ato që mendoj dhe i them hapur ato që mendoj. Pasi jeni open mind? Jo, nuk kam se kam dikë që më kapi nga zverku edhe të më thosh shiko, këto do t'i thua shko. Jam shpirt i lirë dhe ato që mendoj i them. Para 90-s kam jetuar një fëmijëri shumë të shëndetshme. Po si, domethënë, ka njerëz të cilët kanë përjetuar ato
periudat e erta që kanë patur familje të persekutuar, që vërtet mund të kenë patur kalvare, vuajtjesh në atë sistem. Po në përgjithësi, fëmiria ime dhe fëmiria e disa bashkëmoshatarëve të mi ka qenë e shëndetshme. Ne kemi jetuar një fëmiri që kemi jetuar me të gjitha të mirat shpirtërore. Kishim një familje, mblidheshim në darkë në shtëpi ose në drek, kishte një vakt dreke ose darke dhe komunikonim me prindit për problemi që hasim në shkollë, për problemi që hasim në shoqëri, diskutoheshin, opinioni publik, komshin të rreti, komuniteti për rreth ka qenë shumë i lidhur me njëri tjetrin, nuk kishim vese të tilla, baballarët tanë dhe nëna tona punonin, nuk kishte se kishte të papunë, po me ato rroga që ishin rroga shumë të vogla. Minimale. Punonin dikush në një ndërmarrje, dikush në një ndërmarrje tjetër, ishin të ingranuar, gjimnazistët nuk kishin kohë të merreshin me vese të pista siç janë sot, sepse kemi patur në kohën tonë, kemi patur atë muajin që i thoshin muaj zborit po që njiheshin me armën, me pjesën se si funksiononte lufta, kush ishin armët, kush ishin taktikat e luftës. Ishte një lëndë, i thoshim lënda ushtarake, ka qenë shumë lëndë e bukur që sot po e kërkojnë. Dhe pjesa që ka qenë një muaj aksion. Ne, në më thënë të rinë të organizoheshin, shkonin në plantacione, kanë qenë fushat e pambukut, fushat e lule diellit, kanë qenë fushat e grurit, më thënë në atë punë që ne bënim, pavarësisht vështirësive që ishin, të gjithë kishin atë lloj varfërie që kishin, por shpirtët ishin shumë të pasur, nuk mendoj se ana ekonomike të dikton gjendjen shpirtërore. Ajo ka qenë një varfëri e njëjtë për të gjithë, por shpirtërisht dhe mendërisht njerëzit ishin më të ftyllueshëm, ishin pak a shumë që ishin të lidhur me njëri tjetrin dhe ekzistonte një lloj babaxhanlloku midis njerëzve që jepte dashuri dhe ishim në ndihmë të njëri tjetrit. Dhe këto ishin vlera, ne kishim të fortë vlerën e familjes që sot po zhbohet kjo vlerë e familjes, kishim disa parime dhe vlera që sot po i shikojmë të shkatëruar dhe ajo që brezi im e ka përjetuar dhe atë periudhë dhe këtë periudhë, rrim ndonjëherë në dilemë, rrim dhe pyesim. A mos valli ishte më mirë kur ishim të izoluar nga kjo botë që ne pretendonim të ishte botë e civilizuar, një botë perëndimore me të mirat e veta, me zhvillime, me gjitha. Ore, kishim dhe ne shkollën tonë, kishim arsimin, kishim universitete, nuk na mungonin. Mos haro se ishin 650 fabrika dhe uzina që funksiononin dhe prindrit tanë nuk guxonte njëri të rinte pa punë. S'të linte në atë kohë një të ri të rinte pa punë. Të vinte, do ta gjente punën. Si që kërë ndomë në ditët e sotme, absolutisht, nuk shikon, kishe të rinte në përkafende tër ditën të harxonte parate të rinte të hallakate i rrugëve. O do shkoje ushtar, që ishte shërbimi ushtarak, që pas viteve 90 shërbimi ushtarak u shua, dhe unë në rritet e mia sociale shpeshherë kur e thoshja që shërbimi ushtarak është i detyrueshëm për të rinjt, për shumë arsye se të mëson disiplinën, të mëson ti të integrohesh me jetën kolektive, të mëson sot po i luten të rinjve të thonë të rekrujtojnë në forcat ushtarake. Kemi patur një ushtri model për sa i përket armatimeve dhe pjesës së funksionimit që kishte ushtria jonë me ata oficerë dhe kontingjent të jashtëzakonshëm generalësh, ushtarakësh, oficerësh, që sot kanë humbur, pas 90-s ata u shuan komplet. Kështu që rim dhe dileme madhe është me këto që po shohim. Dilema e madhe jo vetëm po edhe i njerëzimit për të kuptuar perëndimi është i kalbur, nuk është ai perëndim që na u servir ne pas 90-s. Unë e kam thënë në 2022-shin, kur ka plasur lufta Ukrainë-Rusi, kam qenë e para që kam folur hapur për këtë luftë dhe shpeshherë komentet në rrjetet sociale kanë qenë shumë agresive ndaj meje, sepse thoshin ti e putiniste, ti do Vladimir Putin, ti kështu. U thosha që në fillim e kam për deklaratën, mbaj mend, kam qenë në një stacion televiziv dhe kam thënë Shqipëria ekziston thjesht si njësi ekonomike. Nuk po kemi më vendin që duhet të kemi, sepse po shohim që gjithçka po zhbohet. Dhe aq më tepër, po e shikojmë që ne nuk kemi më ato parime dhe normat e ekonomisë, pra nuk kemi më funksionimin e një shteti që duhet të ishte siç e kishim dikur. Dhe në momentin që plasin lufta të tilla, ky shtet vërtet ne u pranuam në NATO,
Problemi është që pse duhet të degradonte ushtria jonë dhe të katandiste deri në atë pikë sa sot nuk ekziston fare dhe ne jemi në varësinë e NATO-s. Por duke qenë në varësinë e NATO-s, politikave të NATO-s, ti je gjithkohën në diktatin e tyre. Sot nuk po ka më të rinj që të vend të rekrutohen dhe të jenë ushtar të vendit të tyre të mbrojnë adeun e tyre, sepse pjesa dërmuese e të rinj ke të larguar. Kështu që ato çka perëndimi luftonte dhe merrej me pjesën e LGBT-s, merrej me pjesën e barazisë gjinore, jo ku di unë të drejtat e grave, ndërkohë që Rusia merrej me armatimin e fuqishëm dhe gjithë buxhetin ekonomisë e çonte në armatim. Sot të plasë një luftë dhe të ketë një luftë midis shteteve, Rusia ka pjesën e vetë që e ka shumë të fuqishëm në lidhje me pjesën e armatimit dhe ka një lloj pavarësie që nuk do t'ja di nëse i diktohen pjesë e Europës apo pjesa tjetër e botës. Dhe po shikojmë që Europa është kthyer si në një grua të ve që ka humbur pjesën dërmuese të ekonomisë, sidomos pas pandemisë. Është ekonomia e vendeve të Bashkimit Evropian është dobësuar shumë dhe kohët e fundit ka dalë një bashkim i dy që i thot një Europë 6 ton, që janë 6 shtete të fuqishme të cilat kërkojnë të ndjekin politika krejt të ndryshme nga politika që po ndjek sot Bashkimi Evropian. Dhe po shikojnë ka një lloj përplasje midis këtij grupimi prej 6 shtetesh dhe këtij grupimi tjetër. Sepse po e shohin që tashme Europa po jeton në pjesën e krizës së vetë të identitetit një në radhë të parë dhe të pjesës ekonomike. Kështu që e gjithë kjo situatë që ne i themi skandal, që është më e rëndë se skandali, po nxjerr në pa dhe po nxjerr në dritë gjithë gjërat e nëndeshëm dhe të errta, të cilat bëjnë të shohim se si funksionon udhëheqja e qeverive në botë. Mirela, a mendoni se ky skandali ose më lart skandali ashtu sikur se e quheni edhe ju, mund të shërbej si një luftë politike globale? Deri diku po. Sepse njerëzit po zgjohen pak a shumë dhe po shikojnë që si ka mundësi që me këto materiale që na serviren sot me skandalin e Epsteinit u bëhen shantazhe shumë liderëve në qeverive në botë për të ndjekur ato politika të cilët mendojnë ata. Ky grup i errët që i themi ne ku qëndron, nuk është vetëm si person. Ky person ka depërtuar në një sistem të tillë kaq të errët, në një sistem të tillë antivlerash, që ka arritur zbër dhe ka mbledhur gjithë të lloj materialesh me gjithë kokat e udhëheqjes së botës. Do të thotë që sistemi ka ekzistuar. Ky është një pjesë, një hallkë e zinxhirit të këtij sistemi të nëdheshëm që udhëheq gjithë politikën ndërkombëtare. Jo, gjithashtu keni përmendur edhe emra shumë të fuqishëm. Çfarë do të thotë kjo? A përmban kjo një çështje juridike? Unë s'kam përmendur që të bësh pjesë e kësaj dosjeje? Jo, tek pjesa juridike nuk mund të, sepse nuk e di mende kush janë provat, po ato që reklamohen publikisht edhe që janë bërë publike, aty thuhen janë 40 emra të fuqishëm të elitës botërore. Por mos harrojmë edhe disa emra të artit edhe të kinematografisë, mos harrojmë në 93-shin. Unë e thash dhe në një emision tjetër që kanë qenë këngëtarja, nëse mbajnë mend këngëtaren e famshme Cindy Conner, Nothing Compares to You ka qenë një nga këngët më të fuqishme të saj dhe ajo ka dalë në publik atëherë dhe u lëriste dhe thoshte që jetojmë në një kohë pedofilësh dhe ka marrë fotografinë e Papa John Palit të dytë e ka grisur në mënyrë publike dhe pas kësaj ajo është penalizuar gjithë karriera e saj derisa kaloi në depresion dhe vdiq këto vitet e fundit. Ka qenë Mel Gibson i tillë, po kanë qenë dhe artistë të tjerë, po edhe në pjesën e stacionit, edhe pjesës shtetit italian shikosh figurat të fuqishme të medias italiane shikojnë që si deportohen nëpër televizione dhe kush është rruga më e lehtë që ndjekin ata që duan karrierë në televizion, që është rruga më e errët për të arritur në majat e një karriere që ata mendojnë. Kështu që kam përmendur ato çka kam parë dhe janë përmendur në të gjitha materialet ose në gjitha atyre që kanë dhënë opinionin për çfarë ka ndodhur me këtë skandal të Jeffrey Epstein.
Cilat janë ndër arsyet që nuk është zbardhur akoma kjo çështje nga drejtësia amerikane? Pikërisht, kjo është pyetja më e madhe. Si ka mundësi që këto ngjarje ka ndodhur, ka qenë në 2005, pastaj ka qenë në 2013, pastaj ka qenë në 2018-19 që ai është dënuar dhe pse janë mbajtur të fshehta këto gjëra. Patjetër që në qoftë se do t'i vihet deri në fund kësaj çështje, do kuptojmë që kush ka qenë arsyeja dhe kush e ka penguar dalin në dritë të gjithë kësaj situate dhe pse gjithmonë ndodhin dhe ne luftojmë pasojat dhe jo shkakun. Domethënë, ne në këto momente njerëzimi është para një fakti të kryer prej vitesh, ka vite e vite të tëra. Domethënë ka mund të themi mbi 20 ca vjet që ka ndodhur ky rast ose ky skandal. Por nuk është se është ka ndodhur tani. Këto gjëra kanë ndodhur edhe para viteve 90. Këto kanë qenë dhe kanë ekzistuar, se s'ka më dhe kjo të bën të mendosh pastaj të bësh një analizë të thellë se si ka funksionuar politika ndërkombëtare ndërmjet shteteve dhe kush kanë qenë mekanizmat edhe zinxhirët që kanë udhëhequr dhe kanë komanduar si kukulla këta qeveritë e këtyre kryerët e këtyre qeverive të botë. Kush e kontrollon ditën e sotme këtë dosje? Janë drejtësia amerikane, ka rënë në dorë të drejtësisë amerikane. Janë ato, po kjo është gjysma e dosjes Jeffrey Epstein. Domethënë 3 milion faqe, po ka edhe 3 milion të tjera dhe nuk e di mende se sa prova ka për këto kryetarë. Të morën vesh që Hillary Clinton dhe Bill Clinton kanë shkuar para Kongresit Amerikan për të dhënë dëshmitë e tyre se si ka ndodhur të përfshirë në këtë rrjet satanik, sepse unë nuk i them rrjet, i them sekt satanik. Është sekt satanik që të merresh me fëmijë, të shikosh fëmijë të therrur aty, të hash fëmijë, mishin e fëmijëve, mish njeriu është, domethënë nëse ne i shikonim nëpër filma këto gjëra, nuk të e besonim. Biles diku në 98-ën ka qenë një film me Tom Cruise dhe Nicole Kidman. Regjisorin e atij filmit, ai kishte pjesë të tjera për të transmetuar në këtë film, por që di që nuk është lejuar t'i transmetonte dhe aty shikohet titulli i filmit ka qenë Sytë që vrasin dhe bëhet fjalë për një vilë të madhe ku aty mblidheshin gjithë elitat e vendit në rrite satanike. Dhe ajo kur unë e kam parë në 98-ën kam qenë, domethënë, vajzë shumë e re kur e kam parë atë film dhe mua më ka ngel në mendje gjithkohon dhe shpirtërisht ka patur një lloj shoku për të kuptuar se si ka mundësi këta persona që bëjnë moral për konsumim publik, kërkojnë të jenë të kulluar para opinionit publik, janë familje mbretërore, se aty janë përfshirë dhe familje mbretërore, princërore, ka qenë ajo e Norvegjisë, që i thoshte Parisi është një vend shumë i bukur për të shkelur kurorën. Ka qenë princ Andrew që është thonë që është përjashtuar nga familja, është zbuar nga familja mbretërore pas këtij skandalit. Ka që figura të tjera shumë të fuqishme që është vërtet për të kuptuar ku po jetojmë, në çfarë teri dhe në çfarë mjedisi. A është kjo një botë e gënjeshtët? A janë këto parimet dhe vlera që ne besuam pas 90-s për zhvillim, emancipim, demokraci, ëndra amerikane. Ëndra amerikane. Edhe diçka tjetër, Mel Gibson, atëherë në ato vite ka deklaruar që Hollywoodi është një çerdhe pedofilësh. Dhe ai për këtë u penalizua te karriera e vet dhe nuk bëri më hajër. Kështu që ai po kuptonte diçka nuk shkonte në këtë, po kanë qenë pak zëra kurajoz. Mirë po, hajta lidhi me Shqipërinë. A kemi ne Epstein shqiptar këtu tek neve që funksionojnë me këto mbrëmje, me këto mbrëmje të tilla kaq të shturura dhe me njerëz plot me vese? Në 2017-ën, opinioni publik duhet ta mbajnë mend, ka qenë hoteli Santa, si kishte në Saran që u kap të këtij Balilit, që thoshtin që ishin kapur video dhe fotografi të njerëzve të politikës që nuk u morë vesh pas se ku shkuan, u zhdukuna, janë diku të fshehura për të bërë shantazh. Më thënë, 2017 Santa Quaranta në Sarand. 2017 ka qenë Santa Quaranta, se të shimë kujtuajmi asaj, ka qenë hoteli i bërë të ish kampi i punëtorëve në Sarand. Dhe ati janë kapur festa plot.
Po kush po I kontrollon festat e këtyre që organizohen, që I thonë elita e vendit, të biznesmenëve, të bankierëve, po sa në CEO, në përndërmarrje dhe kompani që ne nuk e dim se si funksionon, dhe aq më tepër që sot mentaliteti që ti has në opinionin publik është që ti sot karrierën nuk e bën se je zonja. Haro e thonë që ose je zonja. Duhet kesh dikë nga pas që ty të ndihmoj të ngjitesh shkallët e karrierës. Domethënë, ky vend që deri dje ishte vend I meritave, I vlerave, që ti bëje karrierën në saj të shikon që po degradohet gjithnjëherë më shumë drejt një karriere të cilët duhet është në një kanal shumë të errët që ti të arrish në majat e karrierës, qoftë politika. Le të ndani pak te kjo pjesë, Mirela. Po në vitet 90 ka pasur në këtë kohë dikë që ngrihej në karrierë për të pasur dikë nga pas. Shko, ne pas 90-s. Le të jemi realist në këtë pjesë. Pas 90-s, shko, ekzistonte në kohën e para 90-s. Para 90-s ekzistonte. Po, ishte deri diku, po jo kaq. Ishte atëherë nëse ai të rekrutonte në radhët e partisë për shembull. Patjetër që duhet kishe, por para se të rekrutonte në radhët e partisë, ai të shikonte se ti ishe I përkushtuar ndaj punës, kishe edukat e punës, ishe korrekt, pastaj të ofronte pjesën tjetër, pastaj që mund kishte kompromise shumë të fsheta që ata e di që rekrutoheshin dhe merrnin tesrën e partisë, ose s'kanë ekzistuar dhe atëherë. Biles një nga ngjarjet e rënda mbaj mend unë që është bërë dhe dokumentar, ka qenë një vajze në Tropoj, një gruaje në Tropoj, që ishte vajze e re, mësuese shumë e bukur në atë zonë, ku ishte sigurimi, si ka qenë sekretari partisë saj zone, I kishte vënë syrin për ta bërë të vetën, ajo me një karakter shumë të fortë, jashtëzakonisht një burrnesh, edhe domethënë nuk e pranoi sa kalvari I vuajtjeve të saj ka qenë I jashtëzakonshëm, I harova emrin, që e detyroi të kalonte në atë lloj kalvari vetëm e vetëm sepse kërkonte të ishte stoike në pjesën e moralit dhe kërkonte të ishte, kështu që patjetër që kanë ekzistuar. Është fenomen që ka ekzistuar që në antikitet, nuk është problemi se, po sot është bërë normale, kjo është më e keqja. Sot është bërë si klishe, në kjo normale. Si diçka e zakonshme, domethënë nuk të bën, ndërsa atëherë ishte e rënd, mbaheshin shumë të fshehta, ishin sporadike, domethënë ekzistonin, po nuk guxonte njëri ti bënte publike këto gjëra dhe ti ndoshta jetoje në një lloj akoriumi, të paktën fëmijët ose të rinj, jeton në akoriumi me ato vlerat që përpiqeshin ti përçonin, ti ruanin dhe të ishin, pastaj kur u hapën e pas 90-s, I kishim këto vlera shumë të forta. Pavarësisht se ne ikëm nga një sistem që ishim të varfër ekonomikisht shumë të varfër. Atë nuk e mohojmë dot. Por shpirtërisht ishim shumë të pasur. Domethënë, ai hendeku midis pasurisë materiale dhe pasurisë shpirtërore ishte shumë I madh. Kishim një varfëri të njëjtë. Ishim të gjithë të njëjtë të varfër. Nuk ishte ky lloj hendeku që sot I ke këtu, I ke me Porsche, apo I ke me makina nga 200.000 euro, dhe ke sot familje që mezi sigurojnë bukën e gojës, që shkojnë e mblejnë me lista, ndërsa ati ka që një lloj barazie që ishte, I thoshtin, domethënë në gjuhën popullore, kur ulemi ndonjëherë në tavolinë që I themi në nxë se zguxojmë prap, duhet ta shajmë atë sistem se është kështu, por në fakt ka që një varfëri, ajo varfëri e ëmbël që ishte nga anë materiale, 2 divan, një tavolinë, një bufe, sa shu ishin. Një frigorifer kush kish mundësi ta merrte, por aman tek pjesa buke kripe zemër, aman pjesa shpirtërore, pjesa sociale, pjesa e adoptimit fëmijëve, fëmiria, kanë qenë funksiononin institucionet e shtetit. Nuk guxonte, domethënë kishe ti një problem, diçka të vije të trokisje, patjetër e gje zgjidhjen. Nuk guxonte njëri në përzyrat e shtetit të bëhet këto që bëhen sot. As guxonte njëri, sepse as shkonte në përmend, as të shkonte në përmend sepse përfundoi në Spaç, e di e vendin ku shkoje. Kështu që ishin ca rregulla, kishte shtet, kishte ligje, ndërsa sot ne nuk po dim ku jetojmë, ne jemi në një vakum total, shpirtëror, material, ligjor dhe nuk po e dim ku jemi, sepse ato parime, ato vlera që ne pretendonim se I kishim, nuk I kemi. Nuk I kemi më dhe ne shikojmë që bota, perëndimi nuk është më ajo që na servirej në ato që pas 90-s, do hani me luk floriri, do kemi këtë, do kemi ato. Po I kanë, nga ana materiale pjesa dërmuese shqiptarëve I ka realizuar, mund të hash pak më mirë, por shikojnë që ti je mbuluar totalisht në një antivlerë, në një anë të errët që është vërtet e frikshme ku jetojmë të paktën për ne dhe për të ardhmen e fëmijëve.
Cila është ndër arsyet kryesore që mediat më të mëdha kryesore nuk reagojnë për këtë çështje? Sepse janë të përfshirë. Krerët e domethënë ata që quhen media është pushteti 4, e kanë thënë. Kështu që dhe ata që janë pronarë të medias janë njerëz vërtet shumë të fuqishëm, kanë pjesën më të fuqishme të propagandës. Kështu që mos kujto se edhe ata janë të përfshirë në të rrjetet e errët, patjetër që janë të përfshirë. Paraja ka deportuar aq thellë sa është e detyruar të gjithçka ta japi si një iluzion optik për të thënë që ja, është shumë e bukur, na ishte një herë, ka qenë një film, na ishte një herë Amerika. Unë e ndjek her pas here atë film dhe është një film jo vetëm i bukur në aktrim, por ka një filozofi shumë të thellë. Na ishte një herë Amerika. Ja po e shohim, na ishte një herë Amerika. Është vërtet ajo Amerikë që ne e përfytyronim dhe kërkonim, gëzonim, një pjesë e këtyre shqiptarëve pas 90-s, mezi prisin të zini një vizë amerikane dhe të merrnim në më doli llotaria, das me madhe ndoni llotaria. Po kur shkon atje, është realiteti është krejt kundër, krejt ndryshe. Atje punon, nuk e ko më të mendosh, pa atje ke gjumë punë. Dhe përse po jeton? Nërsa Europa është perl, nuk e ka Europa atë konceptin që ke gjumë punë. Europa është më fisnike, dhe unë e shikoj dhe politika që po ndishe ndërkombëtare është për ta zhytur dhe për ta shkatruar Europën, dhe kjo është e dhimbshme. Se po e shikojmë, dikur ka qenë, se s'dua të përmend emra, po ka qenë një shprehje e atij diktatori që thoshtin Amerika xhandari popujve. E thoshte shpeshherë ai atë. Edhe unë e kam dëgjuar të. Amerika xhandari popujve. Dhe po shohim kohët e fundit rime dhe ore mos duhen hapur dhe njëra ato libra t'i lexojmë dhe njëherë ore se mos ka patur të drejtë ai deri diku në ato libra që thoshte. Mirela, si ka qenë ajo shpreha e diktatorit që 5 vjet do më qani? 5 vjet do më shani, të rjetën do më kërkoni. Tashi unë e kuptoj që ka familje të persekutuar që kanë hequr kalvar të gjatë, vuajtjesh, edhe familje të rinjve të cilat janë vrarë në kufi për të ikur në perëndim, me të drejtë për të ikur në perëndim. Sepse kishin etje donin të largoheshin dhe mendonin se ai perëndim ka qenë ashtu siç e mendonin me zhvillim, me vlera, me emancipime të gjitha. Halli se ne po shohim që ore ka dalin çik se pas ka një kanal të nëndeshëm, nuk është kështu kaq me ngjyra sa na paraqitej ne ato vlerat e perëndimit. Kështu që kurajoa ime në 2022 kur thash që perëndimi është në kalbëzim, kam patur një mori sharjesh edhe një mori komentesh të papara, duke me thënë, je putiniste, je banarën e Rusisë, ti kështu, ti ashtu. Po unë, domethënë, çdo ditë më shumë unë vërtetoj ato deklaratat e mia mediatike duke thënë që perëndimi ishte duke u marrë me problemet e LGBT-s, ishte duke u marrë me probleme fare dytësore, ishte duke shkatruar sistemin shëndetësor që plasi në kohë pandemie për të parë se shiko se çfarë po ndodhte, ndërkohë që Rusia në krahun tjetër merre gjithë pjesën e ekonomisë, po bënte armatime dhe po forcoi ushtarakisht dhe po shikonte që nuk e kishte problem fare nëse pastesër të hapet një luftë, është nërsa çfarë ndodhi me vendet e lindjes, vendet ish komuniste. Vetëm në Shqipëri u zbatua prishja e ushtrisë, shkatrimi i ushtrisë dhe i 650 fabrika e uzinave. Në asnjë vend të lindjes nuk ka ndodhur kjo që ndodhi në Shqipëri. Në asnjë vend të lindjes. Të gjitha ato që kanë vendet e lindjes vende ish komuniste. Ndërsa Shqipëria u bë vend eksperimental dhe kjo është e dhimbshme. Ishin kanalet kulluese, ishte një bujësia, ishte industria me ato që kishin, s'kishte pse të prishishin ato. Ato mund me një investim fare të mirë, ato mund të vjeshin në punë, pa amanishin gjithë ata njerëz, prindrit tanë që kishin punuar me vite të tëra, u hodhën të tërë në rrugë. Ku do shkonin? O me asistencë, o do shkoni me pension të parakoshëm, për shembull nënën time kapi me pension të parakoshëm. Doli me pension të para, babain po me pension të parakoshëm. Kështu që ne u gjenëm në një situatë të tillë që mendonim se do na vinte Amerika, do na shtronte rrugën me tapet të kuq edhe do na thoshte hajdeni vetëm lugën në brez dhe shikoni se sa bukur është. Kështu që jemi para një realiteti që pas 35 vjetësh, ne po rim dhe po mendohemi tani, ore dalin çik mos ishim më mirë kur ishim keq. Është një dilemë e madhe që njerëzit po e thonë tash pas këtyre skandaleve. Domethënë pas gjithë atij sfondi me ngjyra që jepen në filmat e Hollywoodit happy end, nuk është kaq happy end perëndimi. Kështu që
është dileme e madhe të shohim se si do jetë politika ndërkombëtare pas kësaj ngjarje dhe pas këtij skandali. Mirela, kush përfiton më shumë nga mos zbardhja e kësaj çështjeje? Elita, ai që quhet elitë, nuk kanë interese dhe dilema tash që pyetja që bëhet është për të kuptuar kjo do mbyllet shpejt e shpejt me kaq edhe do kaloj në heshtje dhe do vazhdoj prap ky zinxhir i anës së herët i kanibalizmit edhe këtij sekti të ndyrë satanik, apo do ketë ndonjë shkundje dhe tronditje të paktë në ndërgjegjësimin e popujve për të kuptuar që ore dali se nuk po zgjidhni, populli nuk zgjedh më. Elitat i zgjedhin ato korridoret e fshehta që vendosin kush do jetë në krye të popujve. Kështu që do shohim, nuk e di se çfarë do ndodhi. Jemi në një situatë, një të ardhme të pasigurt për të kuptuar ku po shkon bota. Në fakti që Bashkimi Evropian po kanë ato kacafytjet e veta, sepse edhe vetë elementët ose krerët e Bashkimit Evropian janë përfshirë aty. Ish këshilltari i Këshillit të Europës në 2012 deklaroi dhe tha sa vajza të bukura ka Shqipëria. Tash mos përmend një kolegun ton, një koleg gazetar, që tha, ore mos i ka parë nga xhamat e makinas këto vajzat e bukura, sigurisht që ja kanë servirur. Por pyetja bëhet, dalin që kush ka qenë ministri i jashtëm në 2012 që ky zotëria pas ka ardhur dhe pas ka parë këto vajzat e bukura? Kështu që po të hysh në detaje, të hysh detit më kam. Të gërmosh, të gërmosh na dalin dhe kush ja ka servirur bukur në tavolinë këto vajzat e bukura këtij zyrtari të Bashkimit Evropian. Kështu që edhe këta vetë Bashkimi Evropian edhe vin pasaj bëjnë ato raportet e bukura. Si vajzat e bukura bëjnë dhe raportet e bukura. E thotë Shqipëria është në zhvillim, po jo, që të kaloj ky grup kapitulli kaq, duhet të bëj dhe këtë punën tjetër. Mirë themi ne. Hajde se po e bëjmë dhe këtë tjetrën. Pastaj kalojnë me vite, prit të futemi në Bashkimin Evropian. S'ka. Unë e kam thënë këtu në studion tuaj, e kam thënë, a do kemi ne më interes në 2030 për të futur në Bashkimin Evropian, se ne nuk e dim si do shkoj bota. Kështu që nuk e dim a do ekzistoj Bashkimi Evropian deri në 2030 që po shkojmë të plotësojmë këtë grup kapitush apo këtë grup kapitush e me radhë. Si është një përfshirjen e figurave si Bill Clinton, Donald Trump, Elon Musk? Elon Musk ka qenë i pari që ka patur atë përplasje me presidentin Donald Trump, edhe në ato lloj përplasje ai ka bërë akuzën e parë ndaj presidentit Donald Trump dhe i ka thënë që ekzistojnë materiale të tilla. Pastaj Donald Trump i ka thënë në ke për t'i nxjerrë të gjitha. Në ke për t'i nxjerrë ka thënë nxjerrë të gjitha. Dhe u dolën materialet. Por nuk ka, pavarësisht fotografive, imazheve që ka në një video, ende nuk ka një provë, të paktën provë ligjore që t'i vë para drejtësisë e të thonë që vërtet ka abuzuar. Por nga ana morale, të paktën janë të ekspozuar të gjithë. Në gjithë figurat e fuqishme të politikës ndërkombëtare, politikës botërore janë të ekspozuar moralisht janë në sytë e gjithë njerëzimit, ata janë të ekspozuar për të parë se ishin të përfshirë në këtë lloj spektakli të tillë kaq makabër dhe të shohin drejtësia amerikane të tregoj veten e vet, do shohim a do jetë vërtet ajo drejtësia amerikane që pretendojmë, ajo drejtësia amerikane që firmos ato non grata atë personi pa dëshiruar për shtetin ton. Të shohim. Është deri në atë stek të lartë drejtësia amerikane për të kuptuar që për shumë persona të pa dëshiruar të Ballkanit apo të Europës firmos ato shkresat, ky non grata, ky pa dëshiruar. Apo do themi ne që dale se ju keni persona të tjerë të padëshiruar për gjithë njerëzimin, nuk po themi se ke të padëshiruar për X shtet, po për gjithë njerëzimit shumë figura aty miliarder, bankier, tregtar, biznesmen, aktor, politikan, aty janë kapur me shfaqjet e tilla që janë vërtet tronditse. Pra kjo bie të jetë një narrativ politike? Po, besoj po, është narrativ politike, domethënë është e fortë. Të shohim se gjëja që doja të shtoja. Shikoj në disa portale komente, aty kanë qenë shërbimet sekrete ruse në formën e atyre metodave që përdorte KGB-ja. Ore KGB-ja në ato vite spionazhi rus përdorte njerëz për ata persona të cilët kishte interes për një sekret hetimor. Por nuk mund të themu për persona
të degeneruar, të pervers, persona të cilët janë kafshëror në veprimet e tyre, e pas ka ardhur KGB-ja u marka KGB-ja me perversitetin tënd u hyka deri na çfarë interesi kishte KGB-ja të hynte të shikonte Bill Gatesin duke u marrë me lloj apo XY që kanë qenë ato 40 figura. Domethënë e shikoj që ka një narrativ nga ana e mediave për të edhe kur kapet perëndimi me si thon me një diçka kaq të fortë edhe diçka kaq degeneruese, prap do t'ja hedhi fajin e pas ka fajin Rusia. Dhe kjo është qesharake. Për mua kjo është, domethënë, sa cinike, sa qesharaka që edhe e poshtër. Domethënë, sigurisht që politika ndërkombëtare kanë spionazhin e vet, Amerika ka CIA-n, Rusia ka KGB-n, po nuk shkon deri në detaj në atë lloj perversiteti kafshërie që të marrësh ti, të presësh ti këmbë të një fëmijë foshnje, të përdorësh foshnjat e rrëmbyer, të përdorësh festa të tilla si Halloweeni që janë festa satanike, sa persona humbasin në festa të tilla Halloweeni satanik, që humbasin për rite të tilla satanike, që askush nuk i di, që janë këta njerëz të cilët rinë rrugëve që quhen si njerëz që lypin rrugëve, të tërë humbasin në ato festa dhe ka informacion të jashtëzakonshëm për të kuptuar që janë vërtet festa satanike. Dhe më e keqja di kush është, që dhe ne të jemi si perëndimi, se kështu e ka dhe perëndimi. Edhe prindrit tanë ushqejnë festa ose të rinj tanë ushqejnë festa të tilla kaq, asnjëherë se kam kuptuar çfarë është Halloweeni. Asnjëherë nuk e kam kuptuar. Dhe Halloweeni është një fest satanike, është një një shfaqje të një sekti satanik. Që unë në vitet e para kur I kisha fëmijët e vegjël thosha largoni, unë as maska su merja në përshkolla, po kur I thoshim mësuesit, merrni se kemi festën e Halloweenit. Ora më fal, çfarë është kjo festë e Halloweenit I thosha? Çfarë kuptimi ka? Pse fëmia duhet të ushqehet me koncepte të tilla për vdekjen, për këtë, për atë, domethënë ishin vërtet rrënqetëse. Ndërkohë që në kohën time familja ka qenë shumë e shëndetshme. Dikush merresh me art, dikush merret me muzikë, dikush me pikturë, bënim organizon ditën e shokëve, festat e mësuesit. Ndërsa sot gjithçka është bërë, gjithçka është futur e keqja në gjak. Është futur e keqja aq thellë sa nuk po di më ku, domethënë kemi pasiguri edhe të kthesh kokën majtas djathtas nuk ke siguri në asnjë lloj gjëje. Dhe kjo në emër të emancipimit, në emër të vlerave të perëndimit. Ky është perëndimi. Për mua, ky është perëndimi që na u shfaq. A do të kenë ndonjëherë drejtësi për këto viktima? Është në sprovë të madhe drejtësia amerikane. Në këto momente drejtësia amerikane është në sprovë të madhe. Në qoftë se do ngelet vetëm në kuadrin e publikimit të këtyre materialeve, 3 milion faqeve dhe në dhënien ose dorëheqjen e disa figurave të fuqishme të politikës dhe të vazhdoj përsëri kjo lloj strategji dhe ky lloj zinxhiri, ky lloj sistemi, atëherë më fal. S'ka gojë më të thonet na kërkon llogarinë ne, shko se ju nuk po zhvilloni dhe nuk keni ju parimet demokratike. Shikon nga vetja njëherë pasaj ecën e popujt e vegjël që kemi qenë gjithkohë në rrën katrore të popujve të mëdhenj, që jemi një vend kaq I bukur, një vend kaq I pasur me nafte minerale, një vend që mund të zhvilloheshim, pse nuk na lejojnë? Më fal, kush e ka Bankën Federale? Kush e udhëheq Bankën Federale? Sot për sot, me kohën që po jetojmë ne, nuk ka më pushtim me luftra. Sot pushtime po bëhen me borxhe. Sot detyron FMN-ja të marrësh borxhe, sot detyron Banka Botërore të marrësh borxhe. Kështu që ky vend kur vin këto raport progresi për grup kapitush, pse nuk e lejojnë këtë vend të zhvillohet? Ne nuk jemi vetëm vend turistik, vetëm vend për turista. Kemi vend, kemi asete të mrekullueshme që na e ka dhuruar Zoti, një natyrë të mrekullueshme që mund të zhvilloheshin dhe mund të punësoheshin gjithë, nuk ishte pse marrin rinia çantën në krah dhe të ikin në rrugët e botës, në rrugët e perëndimit. Edhe pjesa e arsimit. Nuk po them që perëndimi po ka patur zhvillimin e universiteteve shumë të fuqishme, se ka patur figura të cilat janë zhvilluar në perëndim, kanë bërë arsim, janë arsimuar, por jo ne nuk e kishim shkollën para 90-s, nuk e kishim të keq, se në fundit ai brezia e atyre viteve kanë shkëlqyer në botë. Ata prindër që mbaruan universitetet në ato vite,
kanë nxjerrë fëmijë të jashtëzakonshëm që kanë shkëlqyer atje ku thonë që i themi ne perëndimi në ato universitete. Kanë qenë barabartë edhe në intelekt, edhe në përgatitje, edhe në të gjitha. Kështu që jo çdo gjë duhet nxerruar, edhe duhen thënë ato vlera që kemi patur, dhe sot po e shikojmë që po zhbohen dhe ato pak vlera që na i kishin zili bota. Mirela, desha të bëj një pyetje të fundit fare. Po. Për intervistën ditën e sotme. Ajo shpreha famshme e John Kennedyt. Mos pyet ç'do bëj Amerika për ty, por ti ç'do bësh për Amerikën. Çfarë vlere ka aktualisht sot? Ai fliste për amerikanët. Pa diskutim. Atëherë, mos pyet çfarë do bëj Shqipëria për ty, çfarë do bësh ti për Shqipërinë. Unë personalisht jam përpjekur të shfrytëzoj çdo mundësi time për të folur për vlerat që ka vendi im dhe populli im. Ne jemi popull që kemi vlera. Nuk jam dakord asnjëherë me atë që ka fajin populli. Ndonjëherë bëj debate në rrjetet sociale dhe i them nuk e ka fajin populli për çdo gjë. Se ja, shiko si po dalin dhe po ekspozohen që janë ca gjëra që ata që vendosen, ato elita që stimulohen. Që ne do të kemi illu ose të kemi... Jo, ato elita që stimulohen dhe në vendin tim. Ato elita pasaj detyrojnë edhe të iniciojnë dhe politika që ndiqen. Dhe populli shkret nuk çfarë do të bëj populli, nuk i di ato mekanizmat. Tash po dalin këto mekanizmat e errta. Ti shkon atje voton, thua, "Ore dali, unë votova për këtë", thua ti, po ndoli ky. Kush i numëroi, kush i votoi? Ky fillon që këtu fillona. Te fillojnë në krye të disa viteve hop, në krye të vendit shikon figura që ti thua, "Ore dali, e votova unë të person?" Ose i ke deputet thua, "Vërtet e votova", dhe nuk kupton se si funksionon gjithë sinqiri për ata që nesër pasnesër të kam fatet e tyre në dorë, fatet e popujve, fatet e familjes time, tëndes e me radhë gjithë popullit që janë rreth e qarë. Kështu që të fundit, popujt vërtet kanë fatet e tyre në dorë, por fatet e popujt i kanë dhe këto korridoret e errta. Nuk është kaq e thjeshtë. E dashur Mirela, unë të falenderoj që gjetët mundësinë për të ardhur në studion time këtu në Dritare Televizion në emisionin Intervista ditës. Faleminderit për të komentuar këtë çështje shumë delikate, që të cilës nuk e dim se si do t'i shkoj fundi. Faleminderit. Të falenderoj. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur dhe për ditën e sotme në fund të intervistës së ditës. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.